mostrave Beslidhja dhe Basanja ndeshje e vlefshme për javën e parë të fazës së dytë. Ndeshja e parë e zhvilluar në stadium në fushën sportive të Basanjës është ndarë me rezultatin 2-0 në favor të skuadrës së Beslidhjes. Tani kemi një zëvendësim, është futur në fushën Hila për skuadrën Lezhjane dhe ka dalë numri 15. Jemi akoma filloi pjesa e dytë, ndërkohë që kujtojmë se pjesa e parë ka përfunduar me rezultatin 2-0 për skuadrën e Beslidhjes me gola të shënuar nga Raboshta dhe Byrameli. Është një aksion i shpejt i skuadrës Beslidhjes, ndërkohë e cila sa duket ka bërë një zëvendësim në pjesën e dytë, është ka hyrë në fushën e lojës. Hila me numër 27 dhe të shohim se kush është larguar. Sa duket kemi ndërhyrje të gabuar nga njëri prej mbrojtësve të skuadrës njëri prej sulmuesve të skuadrës Basanjës në dëm të Ramilit. Aksion i skuadrës Beslidhjes është lojtari i ri Aljan Sander, një lojtar me mjaft perspektivë, por e ka humbur topin, ka rrëshqitur pasi terreni është mjaft rrëshqitës dhe e ka humbur topin. E nis një aksion i shpejt i skuadrës Basanjës. Nga krahu i majt është aty numri 23, ka quajtur në drejtim të portës, por është bllokuar nga Kruja, ndërkohë që trajneri i skuadrës Beslidhjes është udhëzon skuadrën e tij. Rivënje me duar në krahun e majt të sulmit të skuadrës së Basanjës. Për skuadrën e Basanjës ka hyrë në fushën e lojës numri 24 Toma dhe ka dalë Kufu. Pra në pjesën e dytë, në fillim e pjesës dytë, është larguar Kufu dhe ka hyrë në fushën e lojës Toma. Aksion i skuadrës së Beslidhjes është Hila i futur në pjesën e dytë, por ka gabuar. Përsëri aksion i skuadrës e Raboshta brenda zonës ka marrë top mjaft të bukur nga Kruja, por ka humbur ekuilibrin e Raboshta dhe ka ndërhyrë njëri prej mbrojtësit të skuadrës Basanjës është pikërisht Mirashi. Palni Marashi dhe rivënje me duar Kruja për skuadrën e Beslidhjes. Kruja ka pasur për Raboshtin, i cili ja ka kthyer përsëri Krujës, gjithë një Kruja e bën lëvizje me topin, e ka pasur për tek Karakaçi, kapiteni i skuadrës së Beslidhjes, i cili ka kthyer prapa Ramili, gjithë një Ramili. Ka nisur një top tepër të gjatë për Krujën, i cili pason mjaft bukur për Raboshtin. Raboshta, gjithë një Raboshta ka pasuar për Raboshta, ka kthyer mbrapa për Karakaçin, por Karakaçi nuk është ndodhur në vend të duhur për ta marrë topin dhe nis kështu një aksion i shpejt, por ka ndërhyrë njëri prej lojtarëve të skuadrës së Beslidhjes, është i ku do ndodhë do thoja Marku, mbrojtësi i kësaj skuadre, i cili ka ndërprerë këtë aksion të rrezikshëm të skuadrës mike. Bega ka kthyer topin për tek Marku, i
cili ka topin përsëri në zotrim. Vazhdon aksioni i skuadrës së Beslidjes, por është ndërprerë në ndërhyrja e lojtarëve të skuadrës së Basanjes. Është aty numri 28 Dushaj, e ka kthyer për tek portieri Murat Marashi. Pasime të shkurtra të lojtarëve të skuadrës së Basanjes. Aksion i shpejt i skuadrës së Basanjes, por i ndërprerë. Nga ndërhyrja e kemi një goditje dënimi, sa duket kemi ndërhyrje të parregullt të njërit prej lojtarëve të skuadrës së Basanjes dhe gjyqtari ndodhur fare pranë topit. I ka dhënë topin me dorë Karakacit, i cili e pason për tek Ramili, Temja, Ramili, gjithë një Ramili ka pasuar për Akansasën mjaft një top i gjatë, por ka ndërhyrë mbrojtja e skuadrës të Basanjes, duke larguar rrezikun. Është një lojë që zhvillohet kryesisht në sektorin e mesit fushës nga të dyja skuadrat, pra mbrojtjet respektive përpiqen t'i kontrollojnë dhe t'i mbajnë sa më larg zonave të tyre sulmuesit e respektiv. Dhe Ramili ka pasuar në krahun e majtë Alensandr, kalçon një top përsëri mund thellësi në krahun e majtë, është Hila, por e ka tepruar me mbajtjen e topit dhe ka ndërhyrë mbrojtja e skuadrës mike, por topi përsëri është rimarrë në zotrim nga lojtarët e skuadrës Beslidjes. Ramili pason për tek Kruja, Triqet disi prapa, Ramili, Temja, gjithë një Temja kërkon një lojtar zbuluar, ka pasuar për tek kapiteni Karakaci, i cili ka lëshuar një top për Krujën, gjithë një Kruja, vrapon Raboshta, gjithë një Raboshta, ka shpangur një prepazë. Por sa duket kemi një ndërhyrje të gabuar të Raboshtës në sulm dhe gjyqtari ansor ka akorduar një goditje dënimi në favor të skuadrës së Basanjes. Gjyqtari kryesor këshillon Raboshtën dhe kalon ky moment paksa nervozizmit të stolit tek bankinat respektive, pasi bankina e skuadrës Basanjes kërkon dëshkimin e Raboshtës me karton, nuk është i këtij mendimi trajneri i Beslidjes Plori, por gjyqtari nuk e ka parë të arsyeshme dhënien e kartonit, pasi është mjaftuar me goditjen e dënimit në favor të skuadrës Basanjes. Dhe në fakt ne nuk na u duk se ishte ndonjë ndërhyrje e gabuar Raboshtës, por gjithsesi vendimi i gjyqtarit kryesor është i detyrueshëm për të zbatuar dhe jemi në minutën e 12 të pjesës 2 të ndeshjes. Vazhdon rezultati 2-0 për skuadrën e Beslidjes. Është një aksion i shpejt nga Akansasa në krahun e majtë, e vonon disi në pritje të ndonjë kolegu të tij, ka kthyer prapa. Hila, gjithë një Hila ka vonuar në krosim, ka lëshuar topin, por pa adres, ka ndërhyrë mbrojtja e skuadrës Basanjes, e kanë humbur topin përkohësisht Lezhënd, e kanë marrë miqt. Kruja ka ndërprerë një aksion të nisur të skuadrës Basanjes, ka pasuar Bega nga krahu i majt, ka harkuar brenda zonës. Është aty Hila, gjithë një Hila, e brenda zonës e 16 metrësh, vonon në pasim, ka gjujtur dhe jashtë. Pra minuta e 13, Hila ka gjujtur
do të thonim e ka tepruar disi me mbajtjen e topit, por gjithsesi arriti të bëjë një gjujtje mjaft të bukur, e cila ka kaluar paksa në të majt të shtyllës Pingule, të shtyllës majt të portës së mbrojtur nga portieri Mik Murat. Kemi një rivënje ansore, Ramili për skuadrën lezhane, e ka dërguar me tepër forcë për Akansasën, gjithë një Akansase, brenda zonës. Ka gjujtur, por ka pritur portieri, ishte në fakt edhe mund të pasonte pasi Raboshta ishte pothuajse i lirë, por Akansase ka menduar më mirë të gjuaj dhe ashtu ka bërë, por portieri i skuadrës mike në gatishmëri ka pritur duke evituar ndonjë të papritur në portën e tij. Kruja, Ramili, Raboshta ka një ndërhyrje të gabuar në ana e mbrojtësit të skuadrës së Basanjes, e pikrisht mbrojtësit me numër 23, Marashi, dhe goditje dënimi në favor të skuadrës së Beslidjes në minutën e 13. Është i zakonshmi Kruja, i cili do të ekzekutojë këtë goditje dënimi. Duhet ritheksuar fakti se golet kanë ardhur si rezultat i goditjeve të Krujës, i pari nga këndi dhe i dyti nga goditja e dënimit në krahun e majt të sulmit të skuadrës Beslidjes. Në pjesën e parë Kruja ka gjujtur, por topi është përplasur tek një lojtar. Kruja ka harkuar mjaft bukur, por portieri i skuadrës së Basanjes Murat ka zgjedhur gjithçka duke bërë një ndërhyrje mjaft decisive, një kërcim të fuqishëm dhe ka rrëmbyer topin mbi kokat e 2-3 lojtarëve të skuadrës së Beslidjes dhe po aq edhe të mbrojtësve të skuadrës së Basanjes. Një pas i gabuar i njërit prej lojtarëve të skuadrës së Beslidjes nga reparti mbrojtjes e nis një aksion i shpejt i skuadrës së Basanjes që ndërprer dhe kemi një rivënje ansore me duar në krahun e majt të sulmit të skuadrës së Basanjes, rivënje të cilën do ta kryejë Marashi me numër 23, ka dërguar me tepër forcë, por ka ndërhyrë Karakaçi. Alan Sander brenda zonës 16 metrësh ka larguar një top që ishte nisur në drejtim të krahut djathtë të sulmit të skuadrës së Basanjes, Ramili, Vega. Ka lëshuar një top mjaft të gjatë për Akansasën, por është aty Bushaj, i cili e ndjek këmba këmbës lojtarin me numër 28 të skuadrës Basanjes. Ndërkohë që ashtu siç e kemi thënë edhe në fillim të transmetimit, ka një interes të shtuar të mediave për pasurimin e kësaj ndeshje mjaft të rëndësishme, e ndër të cilët veçojmë kolegun ton nga Shkodra, Gacmarku, i cili ka ardhur enkas për të ndjekur këtë takim të rëndësishëm që po zhvillohet në Lezhë midis skuadrës së Beslidjes dhe Basanjes. Aksioni shpejt i skuadrës së Beslidjes nga krahu i djathtë i sulmit të kësaj skuadre. Ndërkohë që duhet teksuar se këtë ndeshje po ndjek edhe presidenti i skuadrës së Beslidjes, zoti Pirin Fushaj, i cili duhet thënë se ka bërë një revolucion total tek skuadra e Beslidjes. Është përmirësuar gjithçka dhe skuadra lezhjane dhe të gjithë infrastruktura e futbollit në Lezhë ka ndryshuar pothuajse rrënjësisht. Dhe lajmi më i fundit i këtij ndryshimi është edhe krijimi i Akademisë Beslidja me një staf profesionist, pra ku brezat, moshat e reja do të kenë mundësi të trajnohen nga specialistë të fushës. Një aksion i shpejt i skuadrës Basanës që thyer nga lojtarët e skuadrës Beslidjes është hila nga krahu i majt, gjithë një hila. E ka to me zotërim, është kthyer disi prapa. Ka pasuar por pasimi ka qenë pa adresë, do të thoja, pasi është marrë pa vështirësi nga mbrojtja e skuadrës së Basanjes.
Kansase i ka rëmbyer topin Bushajt. Temja ka kthyer për tek portieri i skuadrës Myrta. Bega në dy luftim me njërin prej lojtarëve të skuadrës është pikërisht numri 9 Qezma, i cili ka tentuar të shmang dy lojtarë të skuadrës Beslides, pa mundur ta bëjë një gjë të tillë. Ata e kanë marrë topin dhe nis një aksion i shpejt i skuadrës Beslides, por ndërprer është kapiteni i skuadrës së Basanjës Kaçubela, e ka humbur thaj, e kanë rimar lezhanët është Raboshta, ka pasuar për hilën. Raboshta ka pasuar për Alen Sander, por ky ka qenë, nuk e ka ndjekur me vëmendje, do të thoja, aksionin dhe pasimin që ju bë nga Ila, por topi ka përfunduar në rivenjë anësore, në krahun e majt të sulmit të skuadrës Beslides, rivenjë cilën e kryen me duar Alen Sander, dhe kemi një rivenjë nga linja fundore të zona e portierit. Jemi në minutën e 19 të pjesës 2 të ndeshjes, rezultati 2-0, i arritur që në pjesën e parë me Raboshtën dhe Byramelin. Është portieri Myrta i skuadrës Beslides, ka pasuar për tek Ramilli, Raboshta ka shpangur Marashin, Kruja, një top mjaft i bukur brenda zonës, por Kansase ishte i tërhequr. Presin, sa duket kemi zëvendësim të dytë për skuadrën e Beslides. Do t'jetë në fushën e lojës. Shohim, gjyqtari Kastër është gati të kryejë zëvendësimin, sa duket zëvendësimi do t'jetë nga, do të futet në lojë Alcani dhe Mehmeti. Alcani, Mehmeti, Alcani do të zëvendësoj. Të shohim, akoma nuk janë kryer zëvendësimet, loja vazhdon. Bega pason për tek Raboshtën, ka menjëherë një top mjaft të bukur brenda zonës Hila. E ka shpërdoruar Hila një rast mjaft të bukur. Mjaft të bukur. Ndërsa për skuadrën e Basanjës do të hyjë numri 18 dhe numri 25. Pra nga dy zëvendësime do të kryen një herësh nga të dyja skuadrat. Por ndërkohë loja vazhdon. Hila humbi një rast mjaft ideal. Shumë rastet humbura nga skuadra e Beslides. Është aty Alen Sander me topin zotërim, ka pasuar, ka kthyer prapa. Mosmarrveshje e mbrojtësit, e njëjtë prej mbrojtësve të skuadrës Basanjës me një sulmues të skuadrës, pikërisht me Kansasen, i cili sa duket ka psuar një dëmtim dhe numri 18 Alcani do të zëvendësoj Ramillin.
Jemi në minutën e 23. Në kryer zonësimet për të dyja skuadrat. Kemi në hyrje të gabuar të njërit prej lojtarëve të skuadrës së Beslidjes. Topi kthyer prapa, numri 28 Bushaj, ka kthyer për tek numri 4 Hoxha. Achobela pa mundur të shmang njërin për lojtarëve skuadrës së Beslidjes. Aksion nga majta e skuadrës lezhane, por Alcani ka arritur të fitojë një goditje këndi pas një kursioni personal në drejtim të zonës, ka një ndërhyrje nga ana mbrojtësve dhe topi ka dalë jashtë linjave kufizuese të fushës, i prekur përfundherë nga lojtarët e skuadrës Basanjes, e kështu do të kemi një goditje këndi nga krahu i majt i sulmit të skuadrës së Basanjes. Është Kruja, i cili nuk e ka kryesuar siç duhet, por do të ekzekutoj një rivënje me duar në krahun e majt. Ila Alcani Mehmeti i futur në pjesën e dytë për skuadrën e Beslidjes. Është një luftim e do të thoja deri diku fizik në mesin e fushës, por sa duket njëri për lojtarëve Karakaçi, njëri për lojtarëve të skuadrës Basanjes kanë hyrë në mënyrë të gabuar dhe rivënje goditje dënimin në favor të skuadrës Beslidjes, të cilën do ta ekzekutojë. Pra ka qenë luftim i shimajt me Karakaçin dhe gjyqtari ndodhur fare pranë aksionit ka përdoruar një goditje dënimi në favor të skuadrës së Beslidjes. Karakaçi ka dërguar topin në thellësi në krahun e majt të sulmit, atje ndodhej Alcani, i cili u propoq ta çojë brenda zonës së rrepsisë, por ndërhyn mbrojtja e topi është në rrethin e mesit fushës. Akansase, gjithë një Akansase dhe kemi një dales të Akansases nga mbrojtësi i skuadrës së Basanjes dhe gjyqtari kryesor ka ndëshkuar me kartonin në kuq lojtari me numër, ja të shohim protokollin sa duket është lojtari me numër 18 i sapo futuri në lojë është ndëshkuar me kartonin e kuq. Në fakt, sipas pamjes që ne kemi, ndërhyrja ose ndërprerja Kansasës është bërë brenda zonës 16 metrëshit, por sa duket gjyqtari kryesor ka parë të arsyeshme të mos e ndërshkojë dy herë skuadrën mikët Basanjes. Ka akorduar kartonin e kuq për lojtarin e saj, e cila sikur mos i mjaftonte përsia e skuadrës së Beslidjes, tani do duhet të shtrëngohet dhe të luajë me 10 lojtarë. Është një goditje dënimi në më pak se gjysmë metri ose afër 1 metër nga linja e 16 metrëshit, paksa në të majt të harkut të zonës së 16 metrëshit, dhe të shohim se çfarë do të ndodh me këtë moment. Është distancë vrulli, është hila
topi nuk është ekzekutuar akoma. Shënohet minuta 27 e pjesës 2 të ndeshjes. Qytetari Frishkëllën dhe një gjujtje e kalibruar do të thoja, por mbi Hila ka gjujtur, por topi ka përfunduar mbi travers. Ishte një goditje e kalibruar do të thoja dhe topi ka kaluar mbi travers aty ku bashkohet shtylla Pingule, shtylla e Majt, Pingule e Portos, së portierit Murat me traversën. Ka qenë fare pak mbi travers ose më saktë këndi drejt i Portos, të këndi drejt në pjesën e sipërme në anën e Majt të portierit të skuadrës Marut. Ishte një aksion i skuadrës së Beslidjes, një top i gjatë dhënë nga mesfusha nga Karakashi për Akan Sase, i cili u bllokua, u mbajt me duar nga njëri prej lojtarëve të skuadrës së Basanjes dhe goditja e dënimit nuk solli ndonjë ndryshim. Luhet minuta, ka shkuar afrohemi drejt minutës 30. Është luajtur gjysmore lojë nga pjesa e dytë e kësaj ndeshje. Rezultati vazhdon të jetë gjithë një 2-0 për skuadrën e Basanjes, më falni, 2-0 për skuadrën e Beslidjes, ndjes, me gola shënuar nga Raboshta dhe Byrameli. Është tani një aksion pa shumë pretendime i Basanjes, por që është ndërprerë, ka dalë mbrojtësi Lesha, vinë sulmuese, aty ndodhet pranë tij ndodhet edhe Kaçubela, por kemi një goditje dënimi, pasi Kaçubela sa duket ka ndryrë në mënyrë të gabuar karshi mbrojtësit të skuadrës Beslidjes Temja, i cili duhet thënë se ka qenë një ditë të mirë sot. Temja është tërhequr sipas për të vendosur topin aty ku krye ndërhyrja e gabuar ose ku u akordua goditja e dënimit, e ka pasuar topin shkurtësi për portierin Myrta. Kruja ka pasuar për Raboshtën, ndaj të cilit kanë hyrë në mënyrë të parregullt njëri prej lojtarëve të skuadrës së Basanjes. Ishte një ndërhyrje e rrezikshme, do të thoja, ndër të shumtat e kësaj ndeshje. Pra, lojtarët e Basanjes po luajnë fort dhe po e mbulojnë ashpër, ndoshta edhe jashtë rregullave sportive dhe të një fair play siç duhet të jetë në fakt ndeshja e futbollit. Pasi lojtarët e skuadrës së Beslidjes janë kualitete. Moment i bukur, por topi është ndërprerë nga ndërhyrja e njërit prej mbrojtësve, por ngul këmbë përsëri skuadra lezhane. E kanë humbur edhe këta të fundit. Një aksion i skuadrës Basanjes është Bushaj, por Ramili, Karakashi janë në lartësinë e duhur dhe kanë neutralizuar të tentativë sulmi të skuadrës së Basanjes. Është një top gjatë për Raboshtën, vrapon aty edhe Alcani, por është larg topit dhe nuk ka mundur të arrijë, ndërkohë që ka ndërhyrë mbrojtja e skuadrës Basanjes dhe topi del jashtë vijave kufizuese. Është Marku, e ka dërguar shpejt me rivënje me duar në drejtim të njërit prej shokëve të tij në mesin e fushës. Është Karakashi, pastaj Alcani brenda zonës ka rrëshqitur, Hila me dy luftim në njërin prej mbrojtësit, nis një aksion i skuadrës Basanjes, e mban më shumë se duhet topin njëri prej tyre, sa duket kërkon në një hapësirë për të pasuar. Kruja, Ramili
ka pasuar për tek Mehmeti, gjithë një Mehmeti, edhe ky një lojtar i ardhur nga Merkatoja e Dimrit. Kruja ka pasuar për Hilën, gjithë një Hila brenda zonës, ka banuar në pasim, kishte mundësi të vepronte më shpejt, por ka fituar një goditje nga këndi në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës së Beslidhjes, ndërkohë që jemi në minutën e 33 të pjesës 2 të ndeshjes, gjithë një 2-0 për skuadrën vendase Beslidhja, me gola të shënuar që në pjesën e parë në minutën e 16 nga Raboshta dhe në minutën e 33 nga Pyrameli. Ndërkohë që përgatitet një zëvendësim tjetër, Sokol Neziri është për Lezhanët dhe është realizuar një gol, por i pavlefshëm, pasi kemi një pozicion jashtë loje, ndërkohë që gjyqtari anësor e kishte ngritur flamurin kohë më parë. Njës një aksion i skuadrës Basanjes, por kemi një ndërhyrje të gabuar, ka është larguar Kruja dhe vendin e tij e ka zënë Neziri. Sokol Neziri, një lojtar me experience, emër i njohur i futbollit shqiptar, luan për ngjyrat e Beslidhjes. Neziri është në mbrojtje, tash kemi ndryshim të skemës, pasi të shohim, por sa duket do të ketë një spostim përpara të Karakacit për të kryer, do të thoja unë, detyrat e Krujës, e Neziri në mbrojtje aty ku Raboshta ka pasuar mjaft bukur për Akansase, gjithë një Akansase, i vetëm, e ndjek pas hapi njëri për mbrojtësve. Ka pasuar për Raboshtën, gjithë një Raboshta, Mehmeti, Neziri, shpërdorojnë Lezhanët edhe një rast tjetër. E nis kështu një aksion i skuadrës Basanjes, Mehmeti, një gjutje ka qenë Hila, më falni, i cili vrapoj që nga rrethi i mesit fushës deri në harkun e zonës 16 metrët, gjuajti, por gjujtje jo aq e fortë, e kështu që portieri ndërhyn Karakaci ka pasuar mjaft bukur për tek Hilën, e ka kthyer për tek Mehmeti. Gjithë një Mehmeti ka pasuar për Raboshtën. Gjuan Hila, por topi është përplasur në njërin për mbrojtësve të skuadrës Hila, gjithë Hila dhe jo, topi ka dalur jashtë vinjës fundore, ngjitur me shtyllën, dhe kështu që Beslidhja regjistron rast tjetër në minutën e 36 të pjesës së dytë të takimit. Dhe rezultati vazhdon të jetë gjithë një 2-0 për skuadrën e Beslidhjes. Kemi raste të shumta të përdoruara, do të thoja, nga lojtarët e skuadrës së Beslidhjes. Një përsi e plot e saj në këtë ndeshje, por e pa konkretizuar. Në fakt rezultati do të ishte të paktën edhe 2-3 gola të tjerë, por ka një zëng tani nga lojtarët. Është Hila që është konsultuar nga shokët e tij dhe sa duket ka patur një zëng me shimajn, gjërat që ndodhin. Tash Karakaci
mundohet të qetësoj gjërat dhe komunikon me shimën dhe momenti të kaluar kë gjërat që në një farë mënyrë ndodhin, por nuk duhet të përshkallëzohen për të shkuar më tej. Është goditje dënimi për skuadrën e Basanjes. Jemi në minutën e 38, pra afro 7-8 minuta për të përfunduar pjesa e dytë dhe i gjithë takimi. Vazhdon rezultati 2-0 për skuadrën e Beslidjes, e cila vazhdon të kryesojë me këto 3 pikë në krye të klasifikimit, ndërkohë që do të skuadra ndjekse e Sopotit Librashtit ka një ndeshje transfer të vështirë sot në Puk dhe nga përfundimi i saj pastaj në fund do të mund të jemi më të orientuar dhe për të ditur pozicionin, por gjithsesi pavarësisht rezultatit të ndeshjes në Puk, skuadra e Beslidjes korreson në vend të parë me këto 3 pikë të marra sot, me rezultatin që vazhdon të kryesojë me rezultatin 2-0, rezultati i cili duhej dhe mund të ishte edhe më i thellë, por siç e tham, ka raste të shpërdoruara. Brenda zonës ka gjujtur Mehmeti, pa rezultat. Temja ka humbur përsëri një rast tjetër. Temja nuk e di çfarë po ndodh me lojtarët lezhian. Sa duket janë vënë në garë, kush e kush të humbas raste më shumë. Kemi patur të paktën dyshifrore në rastet e skuadrës së Beslidjes. Era Boshta tani do të jap një shembull, por jo. Jo. Kemi një flamur të ngritur lart dhe pozicion jashtë loje. Tash është futur Danaj, një lojtar me eksperiencë, vjen nga Akademia Beslidja, vjen lojtar që ka luajtur me Beslidjen dhe ekipet tjera. Ruben Danaj është futur tani në lojë në këto 5-6 minuta që kanë mbetur. Danaj duhet theksuar se është një lojtar mjaft teknik, lojtar që e njeh mirë zonën e rrëpsisë dhe lojtar që në momente decisive ka shënuar gola mjaft të rëndësishëm që i kanë vletur skuadrës së Beslidjes. Topi ka dalë jashtë vijave kufizuese, është Mehmeti në rivendje anësore. Danaj ka zëvendësuar Akansasën. Akansase në minutën e 40 të pjesës së dytë ose të 85 të ndeshjes është zëvendësuar nga Danaj. Topi është në zotrim të skuadrës të futbollistë të skuadrës lezhiane. Neziri nga Krahujma, gjithë një Neziri ka pasuar mjaft bukur për hilën, gjithë një hila, një top i mrekullueshëm, por Alcani ka ndërhyrë, por pa rezultat. Është tani radha e zëvendësimit, radhët e Basanjes, ka lënë fushën e lojës kapiteni i skuadrës Kaçubela, dhe është futur lojtar i ri me numër 20, i cili do të luajë 2-3 minuta, pasi minutat po ecin. Pramili ka
kthyer prapa për tek Temja. E ky e ka kthyer më pas për tek portieri Myrta. E qarkullojnë ngadalë topin lojtarët e skuadrës së Bestidjes, Karakaçi, Danaj, Mehmeti, Marku, gjithnjë Marku. Ka kthyer për tek Temja, Karakaçi, Danaj, Karakaçi, shumë pasime. Mehmeti ka pasuar në krahun e majt për Antonio Markun, e cili e kthen përsëri tek Mehmeti. Mehmeti ka arkuar brenda zonës Danaj dhe gol. Danaj ka shënuar golin e tretë për skuadrën e Beslidhjes. Një koincidencë e bukur, por e paralajmëruam faktin që Danaj është autori golave të rëndësishëm. E kështu që bën realitet golin e tretë. Danaj 3-0. Ka qenë një gol i bukur, me intuit, ka ndjekur daljen e portierit dhe ka shfrytzuar një pas të bukur të dhënë nga prapavinja e sulmit dhe jemi në minutën e 43 të pjesës 2 të ndeshjes dhe rezultati është 3-0 për skuadrën vendase të Beslidhjes ndaj ekipit të Basanjas. Është vënë topi në mesin e fushës për të rifilluar loja dhe kemi një rivënje anësore në krahun e majt të mesfushës të skuadrës lezhane. Është topi kthyer prapa. Ramili, Karakaçi, Temja, Marku, topi është kthyer prapa. Mehmeti me topin zotrime ka pasuar për tek Temja. Karakaçi, kapiteni i skuadrës, ka pasuar për tek Ramili. Danaj, Ramili, Karakaçi, kapiteni i skuadrës, një lojtar autoritar në fushë. Mehmeti, i topi gjatë, por ka ndërhyrë njëri prej mbrojtësve. Është afruar edhe Raboshta. Danaj, një top i bukur. Raboshta është penguar në mënyrë të parregullt, por gjyqtari nuk e çmon të parregullt ndërhyrjen e kështu që vazhdon lojën. Jemi në minutën e fundit të pjesës së dytë dhe të krejt takimit vazhdon të kryesoj Beslidhja me rezultatin 3-0. Me golat shënuar 2 në pjesën e parë, Raboshta dhe Byrameli, dhe 1 në pjesën e dytë nga Danaj, i cili ishte hila që gjuajti, por topi u përplas tek njëri prej mbrojtësve. Ramili ka kthyer topin pas për tek Temja. Gjithë një Temja, Ramili. Mehmeti. Ramili. Murati, Danaj. Ndërpritet aksioni nga ndërhyrja mbrojtjes së skuadrës Basanjes. Neziri. Ramili. I top për hilën, gjithë një hila është blokuar për momentin.
Koha e rregullt sipas kohës të kronometruar nga ana jon ka përfunduar, ndërkohë që shohim gjyqtarin e katërt, i cili do të akordoj sa duket 3 minuta shtesë, ta shohim. Paksa me vonesë është reagimi i shtesës, ndërkohë që koha e rregullt ka përfunduar. E të presim, po janë akorduar 3 minuta shtesë. Pra kemi ende kohë për të luajtur dhe Bestidja vazhdon të kryesoj me rezultatin 3-0. Ndërkohë që bëjmë me dije se ndeshja ndërmjet Tërbunit dhe Sopotit vazhdon të jetë deri në këto momente 2-3 në favor të skuadrës së Sopotit, kështu që rënditja është në diferencë vetëm 1 pikë. Pra skuadra lezhjane me këtë rezultat dhe me rezultatin momental në Puk është 1 pikë para Sopotit, të cilët do të ndeshen me njëra tjetrën në fushën e Librazhdit. Pra Bestidja do të ketë një transfer shumë të vështirë ndeshjen e javën e ardhshme përballë ekipit vendas të Sopotit. Gjithsesi, derisa të vijë ajo ditë kemi kohë të përfundoj kjo ndeshje, e cila nuk ka shumë histori për aq minuta sa kanë mbetur, dhe Raboshta ka bërë ndërhyrje të mrekullueshme me kokë, por topi ka përfunduar paksa larg shtyllës së majt, shtyllës pingulle të krahut të majt të portierit të skuadrës së Basanjes. Eziri, Pila, brenda zonës pa problem, pasi portieri i skuadrës mike ka ndërhyrë. Pritet nga momenti në moment që të përfundoj kjo ndeshje. Ramili kemi një pozicion jashtëloje të Alcanit në krahun e majt të sulmit, i cili kishte ardhur nga mbrojtja. Pritet nga momenti në moment që Neziri ka pasuar për Hilën, pa problem për Portën, dhe ka përfunduar edhe minutat shtesë të pjesës dytë dhe gjithë takimi me rezultatin e pastër 3-0 për skuadrën e Beslidjes, me gola të shënuar në pjesën e parë në minutën e 16. Në minutën e 16 ka shënuar për skuadrën lezhjane Raboshta, dhe më pas minutën dhe më pas ka shënuar Byrameli. Ka entuziazëm tek tifozëria lezhjane, pasi sa duket ka një njoftim se ka barazuar Tërbunjin Puk. Ndodhin dhe kësi gjëra, është emocione edhe këtu, megjithatë është çështje që ta verifikojmë kur të përfundojë ndeshja, dhe ka përfunduar ndeshja midis skuadrës Beslidjes dhe Basanës, dhe Beslidja merr 3 pikët të vlefshme dhe pret ndeshjen e radhës në Librazh përballë Sopotit, të cilin e ndjek këmbë këmbës nga stadiumi Beslidja, për valët e Star Plusit dhe nga Facebooku i Agustin Cinmarinit, nga unë Martin Dedaj. Miru të gjoshëm në transmitimet e tjera, ndërkohë që u bëjmë dije që do të marrim edhe intervistat e trajnerëve dhe do të vazhdojmë të përcjellim edhe
mendimet për këtë ndeshje nga trajnerë dhe specialistë të tjerë. Gjithsesi me këtë atmosferë të ngrohtë, do të thoja unë, të tifozërisë lezhiane, e kemi mbyll transmetimin e kësaj ndeshje, fiton Beslidhja me rezultatin 3-0.